Forumi rinor Euro-Socialist Elbasan ka organizuar sot konferencën e parë për problemet që hasin studentët. Të pranishëm në këtë konferencë kanë qenë antar të Fresh Elbasan, pedagog të Universitetit Aleksandër Xhuvani, antar të Senatit, student. Qëllimi i konferencës ishte evidentimi dhe nxjerrja në pa e problemeve që hasin studentët. Kryetaria e Fresh shprehet se pavarësisht se ky forum ka ngjyra politike, në të janë të mirëpritur të gjithë. Është organizimi i parë që Fresh Elbasan bën, është konferenca e parë studentore dhe arsye që ne organizuam është që të gjithë studentët e Universitetit Aleksandër Xhuvani të sensibilizohen dhe për çfarëdo lloj problemi që ato kanë, të vinë dhe ta parashtrojnë, të flasin për çfarëdo lloj problemi që ato hasin në Universitetin e Elbasanit. Do jeni ju të hapur për çdo student? Patjetër që po. Pikërisht dhe pavarësisht se ne jemi një forum rinor politik, konferenca që ne organizuam sot nuk e përfshirua as pak politikën, por vetëm problematikat që studentët kanë. Disa nga temat që antarët e Fresh kishin zgjedhur ishin mbi reformën në arsim, punësimin e studentëve pas përfundimit të studimeve, plagjatura e të tjerë. I pranishëm ishte edhe një ndër pedagogët e Universitetit Aleksandër Xhuvani, i cili vlerësoi organizimin e kësaj konference. Profesor Gajda theksoi se një ndër problemet që studentët kanë është se nuk janë të bashkuar. Sipas tij, për të realizuar objektivat e tyre duhet të jenë të bashkuar. Unë do doja që ta nisja të kapja disa aspekte në lidhje pikërisht me atë që parafolësim thamë, me problemet që ato ngritën. Duke dashur edhe unë t'i mbështes ato probleme dhe duke munduar që t'i shohim jo vetëm nga një këndvështrim, por edhe nga një këndvështrim tjetër ose pak më ndryshe. Problemi i parë që unë evidentoj dhe që gjithmonë ka shqetësu dhe që asnjëherë nuk kam kuptuar pse nuk ndodh apo pse ndodh në këtë mënyrë, është fakti që në universitete apo midis studentëve mungon bashkimi. Duhet kuptoni që për të realizuar shumë qëllimet tuaja në jetën universitare, që mbi të gjitha është një jetë jo thjesht akademike, por edhe komunitare mbi të gjitha, do të thotë që për të realizuar këtë jetë komunitare apo për të realizuar ato drejta që studentët kanë apo për të mbrojtur nga shumë gjëra që studentëve i ndodhin, unë gjithmonë kam këshilluar dhe gjithmonë ngul këmbë që mënyra më e mirë se si studentët t'i arrijnë këto gjëra është që ato të bashkohen. Fresh Elbasan ofron bashkëpunim për të gjithë studentët që kanë nevojë për këshillim apo mbështetje për shqetësimet që ato hasin.